Revista Time publikon listën e 100 njerëzve më me ndikim të vitit 2025. Revista Time çdo vit ka prezantuar listën e 100 njerëzve më me ndikim në botë, nëpërmjet kategorive artistët, ikonat, liderët, titanët, pioner dhe inovator, bëjnë rishikimin e vitit edhe personaliteteve më të përfolur. Në listë është vetëm një spanjolle, ajo është Teresa Ribera në kategorinë lider. Ajo është aktualisht ministre e Spanjës për tranzicion ekologjik dhe sfida demografike, por ajo është një nga aktorët kryesor në luftën kundër ndryshimeve klimatike në Europë, gjë që i ka dhënë asaj një vend në këtë listë. Ndër emrat më të spikatur që përbëjnë edhe 5 kopertinat e redaktuar nga Time janë aktoria Demi Moore, e cila me filmin The Substance është rikthyer në mënyrën më të mirë të mundshme në skenën e filmit, reperi Snoop Dogg, tenistja Serena Williams, këngëtari Ed Sheeran dhe Demis Hassabis, më pak i njohur por që është bashkëthemelues dhe CEO i Google, DeepMind, i fokusuar në inteligjencën artificiale.